Deri tani 3 viktima nga i ftohti në Maqedoni. Këtyre ditëve janë strehuar 97 persona që nuk kanë shtëpi ose jetojnë nëpër vende të improvisuara. Mbrëm ka pasur 8 paraqitje nga qytetarët të cilët kanë paraqitur persona të pastre, 4 prej të cilëve janë strehuar nëpër vende të ngrohta, ndërsa 4 të tjerëve që nuk kanë dashur të largohen nga strehimoret e tyre u janë dërguar batania dhe ushqime, vërtetuan për Nova nga kryqi i Kuq i Shkupit. Në Shkup janë regjistruar 148 të pastre, ndërsa në qytetet e tjera 15. A do tërhiqet vëmendja nga krimet e qeverisë paraprake që janë në hetimin nga PSP-ja? A janë në favor të krijimit të shtetit multietnik kërkesat e vendosura kundër maqedonasëve? Janë një pjesë e pyetjeve të cilat i bëri publike platforma e partive shqiptare. Në storjen e Novas dhe Portalbit, gazetari Nazim Rashidi thotë se marrëveshja në parim është një akt presion prej qytetarëve për çështjet lidhur me shqiptarët që duhet më në fund të mbyllen. Përderisa për analistin politik Petar Arsovski, platforma politike shqiptare është me qëllim që të komplikojë negociatat dhe tërheq vëmendjen nga kriza e cila erdhi me qëllim për zbulimin e kriminalitetit. Arsyeja për rënien e avionit rus të U-154 në detin e Zi më 25 dhjetor të vitit të kaluar është mbi ngarkesë, gabimi i pilotit pohojnë mediomet ruse duke u thirrur në burime nga Ministria e Mbrojtjes. Me këtë theksohet se një nga arsyet e mundshme është që ekipazhi nuk ka pasur trajnim për reagim në situatë kritike. Në fatkeqësi u vranë të gjithë 92 udhëtarët dhe anëtarët e ekipazhit, midis të cilëve një numër i madh i anëtarëve të korrit ushtarak rus Aleksandrov.